nga 300 milion Amerikan që t'i mbrojnë nga 160 milion Rus. Thjesht, kjo është NATO-ja. Është i shqetësim në mbarë Evropën se çfarë lëvizjesh do të ndërmerr presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'është NATO-ja? NATO-ja është thjesht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që nga lufta e parë botërore, në luftën e dytë botërore, tek atëherë kur ka hyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës luftë, është parë kapitullimi i Gjermanisë naziste. Çdo vizitë evropiane është e mirë se ardhën Kosova dhe do t'i kemi një bashkëpunim. Mirë, po Kosova dhe leadershipi i saj që fatkeqësisht tani thua se pak po na çalon apo ndoshta kemi një mungesë, uroj që në një tarme të afër me partitë parlamentare që ishin në zgjedhje të konstituojnë institucionet e vendit, formohet kuvendi, thirret kuvendi, qeveria dhe të 4 liderët politik partijak, shumë do të kisha dëshiruar që së bashku të arrijnë një unitet politika që shumë vështirë ka qenë të shqiptarë ndër vite politikisht të afrohemi me Shqipërinë dhe me njerët vendosën kontaktet institucionale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato është NATO-ja. Ato është mbrojtja e Kosovës. Ne dëgjuam do deklarata së fundmi se do ta mbrojtja. Po të fokusohem kryesisht tek çështjet e sigurisë. Ministri i mbrojtjes tha që ne mund të mbrojmë edhe vetë, zë Veseli. Unë dëgjova mikun tim, shokun tim e Jupin. Duket që petku politik nuk po i rrim bashkë mirë në Trump. Ne kemi 3 regimente të forcës së sigurisë Kosovës, kemi afër 4.000 trupa. Po përballë kemi 4 brigada të ushtrisë serbe. Të tjera 4 brigada komisionike. Është utopike të mendohet që Kosova do ta mbron veten vetë tani. Që nga 90-ta kur Jugosllavia në atë kohë dëvoi shqiptarët nga çdo institucion, pra edhe nga ushtria dhe nga policia. Ne nuk shkoj shumë regrut në ushtrinë serbe. Të thotë që nga 90-ta deri më tani, përjashtoj luftën dhe pjesëmarrjen e luftëtarëve të QK-s. Pjesa tjetër e çdo nuk di se është ushtria dhe nuk e të familiarizuar me taktikat e ndryshme ushtarake. Nuk kemi pasur edukim ushtarak. Kemi një popullat të paprigatitur ushtarakisht. Dhe se po ndërlidha me një deklaratë fune që dha kryeministri i vendit që agresioni na don shumë afër. Mundohet që tjetë edhe ashtu. Po, unë do të shashtru pyetjen vetvetes, kur them vetvetes neve, Kosovës, sepse në mbrojtjen e Kosovës nuk ka PTK, nuk ka VV, nuk ka parti politike, është ushtria e Kosovës dhe populli i Kosovës dhe mbrojtjen e sovranitetit të vendit. Duket që politika nuk e kupton kështu. Nuk e kuptojnë krerët politik. Andaj edhe në këtë situatë të zhvillimeve tektonike që po ndodhen, që shumë lehtë mund të vijë një destabilizim i rajonit. Pasë parasysh